Koalicioni ndërmjet Partisë për Veprim Demokratik dhe Unionit Demokratik Shqiptar me Bartës Shejp Kamberin fillon zyrtarisht fushatën parazgjedhore për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të 24 prillit me tubimin e mbajtur në Shtëpinë e Kulturës në Bujanoc. Para një numri të madh të simpatizantëve dhe anëtarëve të këtyre dy partive u prezantua programi zgjedhor që do të triumfojë në zgjedhje, ku PVD do të kthehet në qeverisje të komunës së Bujanocit. Me këtë rast u prezantuan edhe 10 kandidatët për këshilltar të këtij koalicioni që vijnë nga qyteti i Bujanocit, ndërsa kandidati Enver Ramadani tha para të pranishmëve se PVD do të kthehet duke ndihmuar bizneset, bujqit dhe të rinj, e jo duke ndërtuar rreth rrotullime me vlerë 700.000 euro. Pasi koalicioni PVD-UDSH do të merr pjesë edhe në zgjedhje parlamentare, kandidati i parë në listën e tyre, Fatmir Hasani, tha se si deputet do të mbrojë interesat e të gjithë shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Është kriju një klimë shumë e mirë përfitore për shkak se pushteti aktual 4 vjeçar nuk diti të menaxhoj dhe nuk diti të punoj për shqiptarët. Sa i përket zgjedhjeve parlamentare, e dini shumë mirë historikun e PVD-s, sepse prej vitit 1990 gjithmonë kemi pas deputet në parlamentin e Serbisë, përveç se një mandat kur ka qenë kushti 5%, na nuk kemi mujt me kalu pragun, pastaj me në rënd kemi vazhdu kër është ndryshu ligji. Kjo do të thotë se PVD e lunë rolin e nonës, jo rolin e njerëkës si këto parti tjera, të cilat veprojnë vetëm me një komunë, e ja bajnë gajlën vetëm njënës komunë. Nuk shkon kështu. Janë vetëdisu edhe populata, sepse 26 vite në parlamentin e Serbisë është dhënë mesazh, janë dhënë me qindra amandamente. Kryetari i UDSH-s në Bujanoc, Adem Hasani, u shpreh i bindur në fitoren e koalicionit PVD-UDSH. Ai theksoi se qytetarët me votën e tyre kanë në dorë ndryshimin dhe dënimin për pushtetin aktual. Bartësi i listës së këtij koalicioni dhe kandidati për kryetar komune Shejp Kamberi si gjithnjë prit në foltore me duartrokitje të gjata. Kamberi tha se 2000 vende të punës të premtuara nga pushteti aktual ishin mashtrim, ndërsa koalicioni PVD-UDSH do t'i kthejë dinjitetin shqiptarëve të komunës së Bujanocit e do të parandalojë ikjen e të rinjve nga Lugina. Në kuadër të programit tonë, do t'i ofrojmë mundësi të gjithë atyre që kanë ide të reja, do t'i ofrojmë mundësi të gjithë atyre që kanë një biznes, do t'i ofrojmë mundësi të gjithë atyre që dojnë me nis një biznes të ri, apo që biznesin aktual ta rrisin. Do t'i ofrojmë dinjitet shkollave shqipe, i cili është cënuar që rënd në këto 4 vitet e shkuara, sa që ka ardhur para një degradimit total. I hartuar nga shumë njerëz, ekspert në përvojë, programi PVD-s pra ofron një shpresë për shqiptarët e Bujanocit. Ofron një shpresë e cila do të bëhet realitet nëse lista PVD-UDSH numër 4 do të jetë lista e parë në komunën tonë. Ne duhet angazhohemi për qeverisje. Duke angazhuar për qeverisje, ne do të angazhohemi pikës pari për të marrë përgjegjësinë për veti. Për të marrë përgjegjësinë për dalë nga kjo situatë e vështirë, për të marrë përgjegjësinë për ta çuar Bujanocin përpara, por për të marrë përgjegjësinë edhe për të bashkuar shqiptarët, që do të jetë sfida kryesore e qeverisjes së ardhshme. Nuk kemi problem më të madh se kjo. Nuk ekziston ndër shqiptarët në Bujanoc, po dhe nuk jeni Preshevës, problem më i madh se sa bashkimi shqiptar. Kejt ato që janë çështjeve materiale, që mund të blehen me para, që mund të jenë të natyrave të ndryshme, ato mund të zgjidhen. Mund të jetë borxh komuna apo borxhi në një periudhë lahë. Mund të ketë projekte që s'janë realizuar, po ato do të realizohen. Por kjo përçarje e cila është shkaktuar në 2012 me ndarjen në radhë parë të PVD-s është ajo që po na rronon ardhmërinë tonë dhe të fëmijëve tonë. Këtë duhet të bëjmë. Jam plotësisht i besimit se gjithë ata që e kanë mbjellë këtë përçarje e cila është më e madhja që nga vitet e hershme të 70-ta, do ta paguajnë një çmim para popullit.
Dhe kjo çmim është me 24 prill. Me 24 prill zgjedhësit shqiptar duhet të japin votën numrit 4. Numrit 4 për t'i dhënë mundësi bashkimit të shqiptarëve, numrit 4 për t'i dhënë mundësi prosperimit të shqiptarëve këtë komunë. Për t'i dhënë shpresë kësaj popullate dhe për të ndaluar ikjen e të rive tanë në drejtim të Evropës. Ne kemi këtu peshë. Pesha jone vërtet është këtu ku jemi, Bujanovc. Në Evropë ne jemi refugjat. Kosovë na thojnë muhaxhir. Vetëm këtu kemi peshën tonë dhe vetëm këtu jemi faktor. Dhe vetëm nëse jemi faktor, të tjerët që po na konsiderojnë armiq kanë obligim dhe do të kenë detyrim me na përfill edhe me na trajtu ashtu siç duhet. Nëse ne nuk e trajtojmë veten si faktor, mos presim se dikush nga jashtë, nga Beogradi apo qendra tjera na trajtojnë neve si faktor. Ne jemi në një situatë në të cilën jemi mbështetur për muri. Kriza sociale është shumë e rëndë. Premtimet e shumta që u dhanë në fushatën e kaluar e djegën edhe një fije shpresë në popullatën tonë. 2000 vende pune, fabrikat në Dobrosin ishin mashtrim, por mashtrim në i cili në një situatë të caktuar të krizës sociale edhe pati mundësi të shitet. Sot besoj që shqiptarët janë aq të vetëdijsuar sa që nuk do t'i përbinë mo mashtrimet edhe me 5000 vende pune edhe me diçka tjetër. Ne nuk po premtojmë 5000 vende pune. Ne po premtojmë angazhimin ton maksimal për të dalë nga kjo situatë. Duke ftuar qytetarët të votojnë për listën me numrin rrendor 4, koalicioni PVD-UDSH përmbylli tubimin e parë parazgjedhor, ndërsa do të vazhdojë të mërkurën me programin e Forumit të Gruas.